5 fshatra në njësinë administrative martanesh në bashkinë e Bulqizës rrezikojnë të izolohen totalisht. Dëmtimi i tubacionit të një hidrocentrali ka bërë që rruga që i lidh ato me Krastën të qahet dhe të bëhet gati e pakalueshme. Banorët protestuan këtë të martë duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve në mënyrë që të mos vjojë shembja. Ata shprehen se prej të paktën 6 ditësh kanë lajmëruar kompaninë dhe institucionet, por nuk është marrë asnjë maz. Dëmtimi i tubacionit ka krijuar një shembje masive të tokës bashkë me rrugën, ndërsa rrezikohen edhe banesat e fshatit Gjon. Po ashtu një tjetër problem i krijuar është edhe dëmtimi i kanalit Vaditës së fshatit Gjon, duke lënë të mbjellat pa ujë në temperatura ekstreme të larta. Mal po na dëmlidhe me gjithë për protestë. Se u pi kujere, është jeta. Ato që kemi bone, ne na ikëm këtë kot. I thon ditë korriku 40 gradë. Banesat rrezikohen, thash një herë, është 50 metra larg banesat themi se ka ik parcele e këtyne. Është 50 metra larg, hajde shife. Nuk bëhet kiameti, 10 minuta. Hajde shife. Pastaj e funit fare thash një herë shkurt e shit në gjallën e ka dëmtu, po na jemi pa pikujnë dum kanal Vaditës. 50 shtëpi në këtë lagje. Jemi 50 shtëpi. I ky uj, si ka ardhur, sa vjet u bën se ka ardhur ky uj tu? 2012-ën. Ky uj tu ka bën dëm gjithë fshataret. E na mëll ky problem. Ne mu për shembull me kunetnit e mi më ka nis Zabel në ti para 6 vjeç, 7 vjeç. Më ka nis Zabel. E nuk sun kërkova i drejt sun e gjeta. Po dëmtohu ka rëshqitur. Ka rëshqit, vini ta shifni ju, ka rëshqit toka. E në pyll. E në pyll, e kom kështu, e kom si përfaqe, me gjithë kunetit e mi, kom si përfaqe se e disponoj, e punoj, përgjohë. Sa rreziku sjell tani? Tash një rrezik sill kjo. Shtëpia. Tuba është për me disë shtëpiave. O për me disë shtëpiave të tuba, o për me disë lagjes. Tani, se çfarë veprimi, se çfarë skandali do na bëhet na nuk e dim. Tanë është në u bë skandalim këtë pikë korriku, ja se kemi kanal Vaditës, jemi gjithë ata shtëpia, jemi 40 shtëpia këtu. O dëmtohu dhe kanali Vaditës. O dëmtohu në kanali Vaditës ku na shtëpi. Ata gjejnë këtë punë. Kata gjejmë në gjallinonës këtë punë. O dëmtu kanali Vaditës, ne na kanë marrë në qafë. Kemi miell ara, kemi miell tokë, i majmë vesh njata kemi për fëmijët. Ky kanal është Babaden, nuk o bosë. Ky kanal Babaden, vjeshush nga lësheni sopeve. E kam prish. E kam prish tash, e kam fut tuba, na ku do ta gjejmë? Ku ta gjejmë këtë drejt na? Na jemi fshatar, na mjellim tokën, na kemi për Vadit tokën, sot në ditë korrikut, një korriku sot pritet ujë, është skandal. Plus sa është dëmtu kanali Vaditës, po dëmtu dhe rruga s'kemi kalvizin. Ne kemi hallë kanalit. Ne kemi hallë kanalit, rrugën që ta gëdis për shtetën hën punë. Në rruga s'dihet se i bie robit, i bie mirë. Në rruga se jemi njerëz, vdesim lejnë. Jer kanali, na kemi problem me kanalin, si kemi miell tokë atë si me tu. I thon 40 gradë. 20 shtëpi. Krejt perime që janë mjella, misër se kena nuk është u bëni gjëmave, krejt kanë ata thajnë komplet. Plasi e parë që është nis Zabeli, sa është 50 metra larg shtëpisë teme. Deri aty ka ardhur. E nismja. 50 metra. E një plas me shtëpia ime ikën, një ikin marrini. Janë gjitha. Se është pyll. Nuk është, është livav. Jo, është. O pyll, vlla, pyll. Ka ik druna lisi. E kom kadastër. Kjo tubë do të ishte kalu për mes. Nga këtu, nga kjo pikë deri në fund atje është rrethim 1000 metra që ka lëviz kjo zonë, kjo pjesë. Atë këtu rrezikojmë krejt si fshat më ushdu. Ai se ka majt llafë që avon. Një llaf këmlon pa thonë zëtë gazetar. Këtu komi motori këtu, poshtë, i delujt, mund shpi, mund me disë shpi si delujt motrës teme. E ka kërku disa herë, ka vëjt këta krypleshte këta disa herë nuk ka gjë zgjidhje. Thot tjetër thot, hajt thot unë kam ujë për vete. Shkurte shqip, s'kemi gjë masja, ne dum vetëm ujt. Na bëjnë kanalin Vaditës. Doli ujt dhe rrugën. Rruga nuk diskutohet, po na shkurt shqip sak, ne dum kanalin e ujt që i bi një 600 metra nuk o mokja këtu. Ose thuj kilometër. Jo, thuj kilometër. Sa në jemi bashkia e Bulqizës, ne dum vetëm kanalin Vaditës ne le të bëjnë çfarë dojnë, ne nuk na intereson. Dum me hangër si jemi pa punë, pa pension, pa asnjë përkrahje. Mi kryesor është rruga që bllokon fshatrat. Problemi i dytë ujësjellsi për vaditje, që po thajnë duhet vi ato të bashkisë ta shohin, bëjnë veti, çën ato të ekspert
se gjithë fshatarët ka mjell i fasula, i kallëj për fëmijët. Për sa ditësh është kjo? Kjo ka ndodhur prej 6 ditë. Dhe së mora si mas? S'është marra, si lloj mase. Dhe presim tash, as bashkia duket kënej, as Kryetari i fshatit Gjonka Semuça thotë se ka njoftuar të gjitha institucionet, por deri më tani nuk ka ndërhyrje. Ka Semuça, kryetari i fshatit Gjon. Ashtu. Nga kjo problem që ka ndodhur, plus herë që na ka lënë pa ujë vaditës të fshatin Gjon dhe Mëlçu. Plus që rrezikojnë nga kalimi i tubës, rrezikojnë fshatin poshtë me më put me zhduk fshatin fare. Është një problem, do me thënë, që i pavlogojshëm. Për sa ditësh ka kësaj? Kjo ka bën 3-4 ditë që ka ndodhur kjo punë, edhe nuk po merr masa askush për ta ndresh, për ta riparu. Prandaj fshati kërkon o dom shpërblim për vaditje dhe për toka që ka një. Për arsye se kjo është, do me thënë, diçka që është tërë e fshatit që merren nga këta tuba. Komplet zona është e izoluar. Këtë zona është e izoluar nga ky dom që është bën. Ai ku pse ka ardhur kjo? Kjo ka nga shpërthimi i tubave kryesore, tubat e centralit, edhe ka që ka dëmtuar ndash rrugën që kalon, që lidh fshatnat duke filluar që Gjon Peshk Len e gjithë, që me ndodh një diçka e biz lidhje me Tiranën, që me ndodhi diçka një fatkeqësi këtu nuk e ka kaluar më. Rruga në fjalë është asfaltuar vetëm 2 vite më parë dhe lidh fshatrat Gjon Peshk, Val Len e Balen me qytetin e Krastës.